pak derisa kanë qenë rresht, e kanë hjek për rreshtit edhe i kanë thonë shifni se këti shka i bojmë. E kanë qunë 20-30 metra ma largë, e kanë prej ftyrës, e kanë prej durve, e kanë gjakus, se i kanë thonë kukën e ti kena me afru juve, do më i kanë trishtu. Edhe ashtu të premë në ftyrë, të masakrum, e kanë qitë në rresht pushkatimit. Edhe kur është dhonë komonda për me i vra, ai që ka qenë i masakru me thike me ftyrë, e ftyrës e durve të preme, është plumbi i parë e ka rrokë në krahrore dhe ai është i për tokës do mos i vdekun, ndërsa një tjetër, një Ides Govori, ato është interesant me pa sakon e ti, Elkurës, është shosh për plumbave, ndërsa asë një plumb nuk e ka rrokë. Edhe kur kanë qenë shtrim, e kanë dhonë, zakonisht ka qenë komonda që për me verifiku se janë të gjithë të vramë. Ai me armë të gjdo njëni edhe ka herë ka godit me plëm. Gjdo njëni e ka godit, edhe tash, me qenë se ka qenë pushka gjysma automatike, i ka pas vetëm 10 fishek, edhe ai për zvdekun ju ka ra edhe ka një plëm, është shumë interesant që dytë fundit kanë qenë qëta njëni që ka një plagosën e tjetri që nuk ka qenë fare i plagosën. Edhe i nalet shklak, do thot i kërset në thot që thëjmë na komza e armës, edhe thot nuk kam ma tepër, sërbeshtët ne ma vishe me taka, nuk kam ma tepër plumba. Shkon e mush, edhe here pushkën, edhe nga distanca për srati i godisin prapë, dhe i sa një e prëri thët, mjaft më thët se më zbomi si shtasët. Janë dëshmitar gjallë të dë, dhe thët e kanë përjetu pushkatimin mas 2-3 orëve që kanë najtë shtrip që jenë kanë të shtrirë se kur gjithë tjerët, kur kanë ardhë që i kanë këthy fshatin, këthenu se qëtash e krytë misionin, i kanë gjithë ata dë, njeni ka ikë, është fut në stok të talës, është më shef te kur ka arë fshati, edhe tjetrin të plagosën, mas 2 ditëve kanë qunë në zërën operative të Pashtrikut, ku ka qenë spitali ushtarak i UÇK-s, edhe ajo është gjallë, ka shpëtu e ka mbjetu. Do të përpiqemi të kemi edhe rrëfimet e atyre dhe t'i sjellim përmes gazetës, kështu ta bëjmë një rifreskim të kujtesës që asnjëherë mos i harrojmë këto ngjarje cilat shoqëruan popullin ton gjatë asaj periudhe të errët. Padyshim, unë kam këtu librin Hallaçi i vogël me zemër të madhe dhe isha kështu duke e shfletuar. Sa është bërë emocionale, zoti Tasholli, për të mbledhur gjitha këto informacione, ta shosh një padrejsi kaq të madhe ndaj një populli, të ketë kështu vrasje, masakra, dhe gjitha këto ti përmbledhësh në një libër. Mu më duhet të them se edhe vetë, me qenë se nuk jam me profesion gjuhëtar, jam inxhinier me profesion. Por me gjitha të keni bërë një punë shumë të mirë për të mbledhur informacionet. Me qenë se kum qenë atë kohë angazhum kum qenë këshill financimit, kum qenë gjatë luftës kryetari Komisionit për Solidaritet dhe kum qenë kryetari këshillit për ndihmë emergjente. Kum qenë angazhum në Anën Terezë, edhe kum njoft popullatën e Lipjanit shumë mirë se jam që nga viti 1980, kum qenë profesor, kum qenë udhëheqës në fabrike, do të thotë aktivist politik, e kum njoft mirë popullin. Megjithatë, edhe në librin Plojë e madhe që i kushtohet masakrës së Sllovisë, edhe librin Hallaçi i vogël me zemër të madhe, me të vërtet kum pas aq emocione të thella, aq kum qenë i ngarkuar vetë që më ka ndodhur disa herë me çajt bashkë me antarin e familjes që ka rrëfy për ngjarjen, sepse me u rrëfy, kur është rrëfy ju ka duk që e ka pat komplet si në film pjesën para 26 vjetëve kur ka ndodhur masakra. Është rikthyer. Është rikthy. Po e tregoj me qenë se jena te Hallaçi, po e tregoj një nën që ja kanë para dush, thët i pota 6 fëmijë. Me madha e kishte vajzën 19 vjeçare. Thët edhe si kur pula që i runë zëqët e vetë, ajo tha u mundesha që fëmijë tip plumat marshin ka koma, u mundesha që unë t'i pres plumat, po mës t'i rokin fëmijët.
nuk e di thët qysh marroki vojzën. Çfarë Plumbi. sakrifice? Thët marroki edhe minherë ra për toke. Tha, unë me shukun tem, tha, u mundova, unë për koke, aj për kom, tha me e bartë. Tha se u ikshëm për plumave. Tha, paramilitarët, na kapën neve, tha, na bërtetën me lëshu fëmijën e vetë plagosën 19 vjeçare vajzën të u përpëlit me vdekjen, lëshënën në kanal, lëshënën në tokë. Edhe tha, unë e lëshum, tha se na vrojshin, tha unë e harrova vajzën, tha e kisha mendjen të 5 fëmijë tjerë. Në ato momente, tha, burri vetë nuk ka mujtë, s'ka pas zemër me hec me lanë vajzën e plagosën. Edhe e ka marrë vajzën e ka qitë në prejher. E kanë vra, dhe thëtë në prejhen që e ka pas vajzën, e japin një plum ati në bodë, edhe vrasin edhe ate. Një banor i komunitetit Ashkali, masi që kanë fillu mi të buku fomat, thëtë, e pomë thëtë na atë vajzën kërkoj ke ujë. Ishte hala gjallë, ndërsa prindi e mbante, ishte i vdekunaj, e mbante vajzën e vetë plagosën. Tha na, deshtë me i dhanë ujë, po paramilitarët, tha, përsëri u këthyn, edhe na gjojtën, tha na e këm. Tha, kur u këthyn për zdyti, ajo vetëm kishte vdekë. Ndërsa kjo, nona e fëmijëve, tha, i harrova burrin, tha dhe harrova vajzën, tha, sepse i kisha edhe 5 të tjerë. Dhe isha o zëtë që shtiru që ta se ata shkun. Dhe më thonë, janë momente